Ish kryeministri italian dhe senatori Matteo Renzi, gjatë vizitës së tij në qendrën e emigrantëve në Gjadër, ka paraqitur një propozim për kthimin e këtyre qendrave në burgje për shqiptarët e dënuar në Itali, ndërsa nuk ka kursyer as akuze ndaj qeverisë së Melonit. Renzi u shpreh se këto qendra mund të shndrohen në burgje për të mundësuar që shqiptarët e dënuar në Itali të kenë mundësi t'i kalojnë dënimet pranë familjeve të tyre në Shqipëri. Do ishte më udhës që këto qendra të shndroheshin në burgje për të bërë të mundur që shqiptarët që janë dënuar në Itali të kenë mundësi të jenë më afër familjes së tyre. Ajo që thuhet në Itali është vetëm propagandë. Është propagandë e Giorgia Melonit. Ajo është një influencere shumë e mirë. Ai ka theksuar se megjithse Meloni pretendon se numri i emigrantëve ka rënë, numrat e tyre në vitin 2023 kanë qenë më të larta se ato të vitit 2015. Më tej Renzi ka theksuar humbjen e madhe financiare që ka shkaktuar kjo situatë, ku tha se qeveria italiane ka humbur gati 1 miliard euro, para që sipas tij nuk janë të majtëve apo të djathtëve, por të popullit italian dhe buxhetit të shtetit. Këto para nuk duhet të shpenzohen për qendrat e emigrantëve në Shqipëri, po për klasën punëtore në Itali, për pensionet edhe për rritjen e pagave. Ish kryeministri italian tha se Shqipëria ka mundësi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, por një mesazh i tillë, siç e ka cilësuar ai, mund të dëmtojë procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.